Më shumë do të thoja për këtë variantin e dytë, fillimisht besoj se duhet të shkojmë në një kronologji të ngjarjeve pas rezultateve zgjedhore, të cilat në një farë forme i pamundsuan asnjë subjekti politik që të mbri maksimumin e objektivave të tyre. Dihet se cili ka qenë slogani i lëvizjes vetëvendose, megjithatë dihet edhe objektivat e partive tjera, rrjedhimisht e bën të pamundur që secili të bëjë ato projeksionet e tij maksimaliste, si themi. Andaj jemi në një pozicion që zoti Kurti është duke urrëtur në vazhdimsi që të bëjë numrat e mjaftueshëm në mënyrë që të konsolidojë mandatin e tij të tretë si kryeministër. Ne kemi parë vazhdimisht përpjekje të vazhdueshme me nisman fillimisht për foljet në publik, nuk është se kanë qenë krejtësisht të trillime dhe të pavërteta, aty ka pasur përpjekje për të gjetur një gjuhë të përbashkët, megjithatë u konstatua se ajo nuk mjaftonte, pastaj kishim zhvit. Sipas jush, Azezyla, pse nuk arret, ai dështoi dikun tjetër Albin Kurtit në një votë tjetër dhe rrjedhimisht dështoi edhe kjo me nismën, apo nuk kishte sërish votat nevojshme? Para se gjithash, kur jemi të kjo çështje, të kjo materie, kemi të bëjmë edhe me numrat. Normalisht u pa se numrat vetëm me nismën nuk ishin të mjaftueshëm, megjithëse nuk ishte një ndër opsionet më të dëshiruara të tij. Megjithatë duhet të thënë qartë se domethënë e vetmja ftesë zyrtare, e cila i ka ardhur për bashkëpunim për herë të dytë, tashmë në mënyrë sa më eksplicite për bashkëpunim dhe për koalicion, i ka ardhur Lidhjes Demokratike të Kosovës nga ish kryeministri Kurti ose kryeministri në detyrë, sido që t'i themi. Tjetër se ke shkruar kryeministri në detyrë janë. Këtu ka debat, po pak rëndësi ka kjo, po megjithatë pak rëndësi ka kjo, sepse ne nuk duhet të ngelemi pengi këtij rrethi vicioz në të cilin jemi kapluar. Teknikalitet, megjithatë unë konsideroj që Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe pse jemi duke pritur përgjigjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës, konsideroj që zoti Abdixhiku është në një situatë mjaft delikate, në një terren të minuar, megjithatë unë konsideroj që sipas vlerësimit tim, zoti Kurti edhe sikur t'i ofronte lëvizja vetëvendose dhe zoti Kurti postën e kryeministrit, do duhet të refuzonte, sepse qëllimi në ditë të fundit është që të shkrihet elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës në kuadër të lëvizjes vetëvendose. Mos harrojmë se kemi pasur shumë pak kohë më parë, memoria jonë është e freskët, kemi pasur koalicionin e shpresës, tash të quajtur, i cili pak a shumë ka përfaqësuar të njëjtën mendësi që e përfaqëson sot zoti Abdixhiku në LDK, sepse atëherë kanë qenë zoti Abdixhiku dhe zonja Vjosa Osmani, dhe tash i kemi pasur gjithë këto animozitete që i kanë ndërmjet tyre Albin Kurti me Vjosa Osmanin, pastaj edhe fyret që në vazhdimsi ka bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe në mënyrë eksplicite edhe zotit Abdixhiku, kur i thotë që zëvendës kryeministri ja harrova emrin, është shumë më i mirë se në performancë se sa